E shtuna ka qenë dita e tretë e fazës përgatitore themelore që skuadra klubit futbollit Shiroka po zhvillon në Durrës, një minifazë kjo e cila është në vazhdim të asaj që Shiroka zhvilloi në ditët e para të janarit në rreshtit rusi të Shkodrës. Siç është thënë edhe më herët, tek klubi futbollit Shiroka në këtë fillim viti ka patur lëvizje në Mercato ku përpos dy futbollistëve Dreshaj dhe Kalaja, si dhe Roku të afruar këtë ditë, ajo që ka bërë më shumë përshtypje ka qenë afrimi i stafit teknik me krye portugezin Andrea Jasmin, i cili ka preferuar të ketë si zëvendës Pedro Mirandën. Ditët përgatitore po zhvillon me një program të ngjeshur me nga 2 seanca në ditë, ndërkohë që ka ardhur edhe ndeshja e parë miqësore, ku Shiroka kishte përballë ekipin kosovar të rilindjes, një ndeshje e cila edhe pse u mbyll me fitoren e ekipit kosovar, duhet thënë se formacioni i Shirokës ka bindur në fushë. Gjatë kësaj miqësore, tekniku portugez ka aktivizuar dhe blerje të reja, të cilët edhe pse kanë vetëm pak ditë që janë bashkuar me skuadrën, kanë filluar të harmonizohen. Shiroka do të vijojë programin e ngjeshur stërvitor në Bregdetin Durrësak me nga 2 seanca në ditë, ndërkohë që është në pritje edhe të një miqësoreje tjetër. Pas kthimit në Shkodër, në program janë ditët stërvitore themelore, duke u përshtatur me prag fillimin e fazës së dytë të kampionatit të kategorisë së dytë. Kjo fazë nis me një ndeshje transferte, duke qenë mysafire në Kavaj për të ndeshur me Luzin e vogël 2008, skuadër e cila i ka shkaktuar të vetmen humbje Shirokës në startin e fazës së parë të kampionatit.